Unë i mbrojtëm Fitim Dema, nuk e pranoj fajsin, konsultim me mu, sepse nuk ka qenë grupe terroriste si që pretendon prokuroria. Ai ka qenë në seri, por momentet që e kam pa që nuk përmes televizionit që e ka pa që po flitet për grupe terroriste, kë ka vendosur më kthy në Kosovë dhe më bashkangjit familjes tij. Po sot është mbajtur seanca e dytë fillestare kundër të akuzuar nga veprat penale për terrorizëm. Disa prej avokatëve kanë parashtruar kundërshtim dhe kërkesë për hudhjen e akt akuzës. Njëkohësisht edhe në për të mbrojtjen tim Kenan Nofshiti kam ushtruar kërkesë për hudhjen e akt akuzës. Sa i përket klientit tim, nuk ka pranu fajsin, pranim cilën se ka bërë në procedura tjera, për faktin se sipas tij dhe si unë si mbrojtje e tij konsiderojnë që kërkesa për hudhjen e akt akuzës sa aprovohet nga kryetari i trupit gjykues, për një gjë për cilën edhe e lutem sot këtë shqyrtim kryetarin e trupit gjykues, por shohim se si do të ecë procedura.